Hetimet për rastin e helmimit të 64 studentëve të Akademisë së Sigurisë kanë hyrë në një fazë të re, duke u fokusuar edhe në mënyrat se si janë kryer kontrollet ndaj kompanisë së cateringut Sorial. Sektori për hetimin dhe krimin ekonomik në Policinë e Tiranës ka sekuestruar të gjithë dokumentacionin që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit disponon për këtë subjekt, duke përfshirë materialet e kontrolleve të zhvilluara nga muaji janar deri më sot. Verifikimet synojnë të zbardhin nëse inspektimet janë kryer në përputhje me ligjin dhe nëse ka patur mangësi apo parregullsi që mund të kenë ndikuar në 2 episodet e helmimit të studentëve të Akademisë së Sigurisë. Paralelisht, Prokuria e Tiranës vijon hetimet dhe është në pritje të rezultateve zyrtare të analizave laboratorike për mostrat e marra pas ngjarjes. Këto analiza pritet të përcaktojnë shkakun e saktë të helmimit, pasi studentët u paraqitën në spital me simptoma si dhimbje barku, të vjella dhe temperaturë. Në varësi të përfundimeve të ekspertizës laboratorike dhe provave të mbledhura gjatë hetimit, organi i akuzës pritet të vendosë mbi përgjegjësitë penale, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e lëshimit të urdhër ndalimeve ndaj personave që të rezultojnë përgjegjës për ngjarjen.